Fillimi i luftës së vitit 1998 dokumentohet edhe si nisje një strategjie për zhdukjen dhe vrasjen e viktimave civile të luftës. Dokumentari Shpalosja së vërtetës nga Berm Kosova u shfaq para publikut në Mitrovic. Ky dokumentar sjell në dritë një realitet që vazhdon të rëndoj mbi mijëra familje. Dokumentari shpalos dhimbjen dhe plagët e hapura të familjeve që edhe sot vazhdojnë të kërkojnë të vërtetën për fatin e më të afërmeve të tyre, trupat e të cilëve nuk janë gjetur kurrë. Shpresoj që dokumentari ka pas efektin edhe vetë posaçërisht në këtë region në ku jemi këtu aktualisht, fatkeqësisht tonë Kosova është e traumatizuar, posaçërisht regioni i veriut të Kosovës është i traumatizuar, është mirë që të dijen tregimit, është mirë edhe bëj apel që kësi dokumentarët kem që këta mos mesin numra. Këta janë bashkëqytetarë tonë, këta janë familjarë tonë dhe shpresoj që një çështje dokumentarit do të sensibilizojë që njerëz të lajmërohen edhe fati tyre të mos met vetëm në kuadër të familjeve. Fërgojmë që kanë filluar jeta dhe me kalimin e kohës thuaj se jemi bërë vetjak, nuk ka empati. A na duhet të dimë që në afër nesh jetojnë njerëz të traumatizuar, jetojnë njerëz që kanë të humbur familjarë dhe duhet ju ndihmohet secili në mënyrën e vet. Edhe pse gjatë jetës time më ka rënë të intervistoj shumë familjarë cilët do të thënë kanë ose persona të pagjetur ose të vrarë gjatë luftës, kur bëhen bashk në një dokumentar disa persona cilët e ndajnë dhimbjen, është jashtëzakonisht emocionale, sepse dhimbja flet vetë. Edhe në këtë dokumentar u pa që ishte dhimbje e madhe për familjarët cilët ende janë duke i kërkuar më të dashurit e tyre, ende e kanë një shpresë që ndoshta një ditë do t'i gjejnë dhe do të kenë një vend ku t'i vendosin lulet për ta. Në rajonin e Mitrovicës, rreth 100 persona vazhdojnë të figurojnë të zhdukur. Pas çdo numrit qëndron një emër, një familje dhe një jetë ndërprer papritur, e cila ende nuk ka marrë përgjigje. Me të vërtet, normalisht përkundër dhimbjes ishte edhe kënaqësi për Mitrovicë ta mirëpresëm një dokumentim të tillë të memorjes kolektive, e cila normalisht na ndihmon për ta mbajtur në kujtesë atë se çfarë kemi përjetuar dhe normalisht për të sensibilizuar dhe për të qenë krah edhe familjarëve që kanë përjetuar normalisht humbjen apo kushtimisht edhe zhdukjen e anëtarëve të familjes. Kjo është një lloj përkrahje, një lloj qëndrimi afër tyre dhe një lloj rifreskimi i krejt memorjes kolektive se çfarë ka kaluar populli në fazat e luftës së fundit 1998-1999. Sipas të dhënave në nivel të Kosovës, rreth 6500 persona u raportuan të zhdukur gjatë luftës. Disa prej tyre u gjetën të gjallë, ndërsa shumë të tjerë nuk u gjetën kurrë. Rreth 30% e tyre vazhdojnë të jenë ende të zhdukur, ndërsa sipas statistikave, rreth 10% e viktimave shqiptare janë zbuluar në territorin e Serbisë. Është shumë e rëndësishme dhe mendoj që do të shumë më shpesh, edhe pse kjo më ngjolle pak emocion për shkak se unë kam përjetuar luftën, kam qenë atë kur 11-12 vjeçar dhe mbaj shumë mirë në mend traumat e asaj kohe. Në veçanti qytetarët e Mitrovicës të zhdukën që u paraqitën, në veçanti doktori Adem Ademi e kam pas edhe kam qenë pacientë e tij e kam pas edhe fëmijë, edhe me konsideroj që një doktor si ai i mungon edhe sot shëndetësisë, mirë po dokumentarët e tilla do të sa më shumë, edhe pse tash mbuni 26 vite, po mendoj që ndoshta është, si më thon, koha fundit që më aktivizoj dhe më shumë të gjithë. Dhe më thonë jo vetëm shoqëria civile, po gjithë më angazhu më shumë që më zgjidh ky problem. Vetë fakti që më shumë i ardhrendi shoqërisë civile më angazhu ose gazetarëve se që i përgëzoj shumë, tregon që nuk është të bu sa duhet. Zakonisht të bu një farë lloj, me thonë, trendi keq që vetëm kur është për vjetori zhdukurve, që atëherë darin me deklarata do të me bua shumë edhe ma një vetë nuk i përmend kush, zakonisht në zonë për konkurrencën politike mes tyre, faktikisht është shumë pak të u bua. Do të thonë vetë për vjetor kur është e cekon që dot, na pedim që dot, po çka janë të u bua, unë s'po shoh kur gjë që të bua. Shfaqja është organizuar në kuadër të projektit Shpalosja së vërtetës, luftimi i gazetarisë monoetnike dhe avokimi për personat e zhdukur në Kosovë.
Kjo shfaqje në Mitrovicë është pjesë e një serie prej 8 dokumentarësh që BIRN Kosova ka filluar t'i promovoj në 8 rajone të Kosovës.